Sot me rastin e 27 vjetorit të ditës së të zhdukurve, u bën humazhe për terrenet e komunës së Klinës. Kryetari i komunës, zyrtar komunal, përfaqësues të organizatave të dala nga lufta si dhe familjarë të shumt, vendosën kurora lulesh dhe bën humazhe pranë pllakës përkujtimore të martirëve në Klinë. Humazhe u zhvilluan gjithashtu edhe në fshatrat Kralan, Pastasel, Çupe, Venal dhe Izbic. Në fshatin Kralan e pranitë të shumë qytetarë u përkujtuan viktimat pranë pllakës përkujtimore. Pikërisht në këtë fshat, mes datave 2 dhe 4 prill të vitit 1999, u vranë 86 civil shqiptar nga komuna e Klinës, 82 burra dhe 4 gra, ndërta edhe 7 fëmijë. Masakra e Kralanit mbeti një nga ngjarjet më të rënda të luftës në Kosovë. I mbijeturi vetëm i kësaj masakre ishte Hysen Krasniqi nga Klina, i cili ndodhej në mesin e atyre që ishin arrestuar për ekzekutim. Ai u qellua me 4 plumba, por duke u shtirur si i vdekur, arriti të shpëtoj, me vonë u gjeti gjallë nga ushtarët e UÇK-s. Në dëshminë e tij pas luftës ai rrefeu: "Neve që na ndan, na futën në oborrin e një shtëpie dhe na ndan në grupe nga 15 veta. Filluan të na qellojnë me arma automatike." Në kjo ngjarje mbeten ndër më të dhimbshmet e pas luftës, jo vetëm për shkak të numrit të madh të civilëve të ekzekutuar, por edhe sepse familjarët e viktimave për vite me radhë u mashtruan nga persona të ndryshëm, të cilët pretendonin se të afërmit e tyre ishin gjallë dhe po mbashin në burgjet serbe.